këtu se a duhet jemi, a nuk duhet të jemi, si duhet jemi, pa ndonjë bazë të mirëfill të dhënave, pa një analizë të mirëfill të gjendjes faktike se si është Kosova, ku do të jetë ajo pas 2, 3, 5, 10 apo edhe 20 viteve të ardhshme. Prandaj kjo nuk është vetëm një, të themi kështu, transparence, vetëm karshi publiku të gjerë, po është një transparence ndaj personave, institucioneve shkencore, universitare, është një lloj i transparencës edhe në drejtim të tyre. Ekziston domethënë një mungesë transparence shumë e gjerë dhe për fat të keq këtu askush nuk është i involvuar dhe ka mbeti si vetëm si një lloj ideje cila në qarqet institucionale të Republikës Kosovës qarkullojnë si ide, hynë edhe dalin sikurse era dhe në fakt askush nuk mirret seriozisht me këtë temë, askush nuk mirret në kuptimin e skanimit të gjendjes aktuale, ndërtimit të skenareve të ndryshme me pa çfarë